Përshëndetje, gocën e përshëndetje. Këtu kam përgatitur drekën për Elianën, si që shikoni. I kam bërë makarona me salcice dhe domate. I kam prek shumë në copsat vogla, të gjithë. Tu kam shtor 2 thel pinjurdhur, sa për të marrë atë shijen tek vaj. I kam shtor atë salcice më vonë. Këtu kam prerë domatet. I kam bërë në feta as të olla, as të trasha shumë. Varet sa e madhe ishte domatja. I kam bërë me domate të verdha dhe të kuqe për t'i dhënë një ngjyrë të bukur makaronave. Me qenë se është dhe bear. Tu po zije makaronën, kam bërë këtë tip makarone, forëm fjongo. Farfal flutur i thonë këtu, ja. Makaronët ishin gati, unë i shtova tek përbersit që kisham përgatitur, salcice me domate dhe 2 thel pinjurdhë, si që pak më parë. I trazoj mirë edhe i hedh në pjatë. Kjo ishte dreka ime për sot edhe për Elianën. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer edhe t'ju ketë bërë dreka mirë edhe ju, njerëz të dashur. Edhe shihemi më vonë. Shihemi sonde në darkë, se unë tani do iki dhe në punë, do ta marrë dhe Elianën me vete, se shumë vapë dhe aty te kantina është freskët edhe rri më mirë ajo. Ciao!